Të akuzuarin Blagoje Spasojević e gjykon me dënim me burgim të përjetshëm. Të akuzuarin Vladimir Tollish e gjykon me dënim me burgim të përjetshëm. Të akuzuarin Dušan Maksimović e gjykon me dënim me burgim në kozgjatje për 30 viteve. Atëherë përshëndetje për gjithë. Sot jemi mbledhur me vazhdu me shpalljen e gjykimit. Paraprakisht ju tërheqi vëmendjen gjithëve që të runi rënien e qetësinë dhe mos ketë asnjë lëvizje apo përshpëritje më të vogël, në të kundërtën, personat përgjithësi janë të obliguar me ndërmarrë gjitha veprimet dhe me largu nga salla çdo që prish rëndën dhe qetësinë në gjykatore. Trupi gjykus në përbërje prej anëtarëve të trupit gjykus, nga dhënimoni kryetari i trupit gjykus, me anëtarët e trupit gjykus gjyqtari Ardonik Shala Abdyli dhe gjyqtari Rahman Beqiri, pas këshillimit dhe votimit, kanë shmuar se nuk nevojitet që përsëri të hapet shërtimi gjyqësor për plotësimin e procedurës ose për sqarimin e ndonjë çështje konkrete, andaj në bazë të nenit 358 të kodit të procedurës penale, në emër të popullit merr dhe shpall këtë aktgjykim. Të akuzuarit Blagoje Spasojević, Vladimir Tollish, Dušan Maksimović, me të dhënat si në procedurval të shërtimit gjyqësor, të gjithë të lartësekurit janë fajtor. Sepse, me datë 24/09/2023, nga ora 01:00, në fshatin Banjës të komunës së Zveçanit, të akuzuarit Blagoje Spasojević, Vladimir Tollish, Dušan Maksimović, së bashku me pjesëmarrësit e tjerë të grupit tani të aratisur, me role të ndryshme, duke filluar nga roli i bllokimit të rrugëve, të trajnuar në mënyrë personale, ku pjesa më e madhe e grupit pasi që kanë hyrë në mënyrë të organizuar përmes rrugëve malore ilegalisht në territorin e Republikës Kosovës nga Republika e Serbisë, me 10 vetura e disa prej tyre edhe të blinduara, të mbushura me anë të rënda, municion, raketa hetse, eksploziv, uniforma të kamufluara ushtarake dhe pajisje logjistike ushtarake, fillimisht kanë bllokuar rrugët tek ura e fshatit me 2 kamion. Pastaj janë fshehur dhe kanë zënë pozicionet e tyre dhe pasi që kanë ardhur zyrtarët policorë të Republikës Kosovës për të hequr kamionët dhe liruar rrugën, në ato moment i kanë sulmuar me eksploziv dhe armë të rënda, me rast tek ura e fshatit ka mbetur i vrarë zyrtari policor Afrim Bunjaku, si dhe është plagosur zyrtari policor Alban Rashiti, e janë lënduar zyrtarë të tjerë policor Çelerim Shashiri, Mirsad Kryziu, Sada Dushi, son ky i cili ka vazhduar deri në orën 15, ku shumica dërmuese e këtij grupi janë aratisur në drejtim të rrugëve malore për në Republikën e Serbisë. E gjithë kjo me qëllim që seriozisht të destabilizojë dhe shkatërrojë strukturat themelore politike, kushtetuese, ekonomike e shoqërore të Republikës Kosovës. Përmes këtij plani mirë të organizuar, përmes përdorimit të dhunës me armatim të rënd, kanë tentuar që të shkëpusin pjesë veriore të territorit të Republikës së Kosovës, respektivisht komunat e banuara me shumicë serbe dhe këtë pjesë të territorit ja bashkuar Republikës së Serbisë, me rast si rezultati i dhunës së përdorur ka vdekur zyrtari policor Afrim Bunjaku dhe është rrezikuar jeta e zyrtarëve të tjerë policor dhe popullatës civile. Me këto veprime, të akuzuarit kanë kryer veprat penale, kryerja e veprës terroriste në ndërlidhje me vepra të rënda penale kundër rendit kushtetues së Republikës së Kosovës. Në mbështetje të dispozitave të kodit penal të Republikës së Kosovës dhe kodit procedurës penale, kjo gjykatë shqipton dënimet si vijnë. Të akuzuarin Blagoje Spasojević e gjykon me dënim me burgim të përjetshëm.
Në dënimin e shëftuar me burgim, i llogaritet koha e kaluar në masën e paraburgimit. Të akuzuar në Vladimir Tollish e gjykon me dënim me burgim të përjetshëm. Në dënimin e shëftuar me burgim, i llogaritet koha e kaluar në masën e paraburgimit. Të akuzuarin Dušan Maksimović e gjykon me dënim me burgim në kozgjatje për 30 viteve. Në dënimin e shëftuar në dënimin me burgim, llogaritet koha e kaluar në masën e paraburgimit. Të akuzuar Blagoje Spasojević, Vladimir Tollish, Dušan Maksimović, me akvedim të veçantë ju vazhdojt masa e paraburgimit deri në plotësishmërinë e këtij aktgjykimit. Konfiskohen sendet të sekuestruara, respektivisht mjetet të cilat kanë mësuar kryerjen e veprës penale. Lidhur me shpenzimet e procedurës penale, të akuzuarit që janë gjetur fajtor, secili veç e veç, urdhërohet që në emër të shpenzimeve të procedurës gjyqësore të paguajë paushallin gjyqësor në shumë prej 500 eurove, ndërsa për programin për kompenzimin e viktimave të krimit shumën prej 100 eurove. Të gjitha këto në afat për 15 ditëve nga dita e plotësishmërisë së këtij aktgjykimi. Të dëmtuarit, lidhur me kërkesën pasurore juridike, udhëzohen në kontest të rregullt juridiko-civil. Sa i përket arsyetimit, një arsyetim më i detajuar lidhur me çështjet ligjore të aspektit procedural, konstatimit mbi gjendje faktike që ka vërtetuar kjo gjykatë, si dhe vlerësimet për sankcionin penal të shqiptuar, do të jepet në arsyetimin me shkrim në detajet të kësaj gjykatës. Krejt në fund, gjykata jep këshillën juridike, ku kundër këtij aktgjykimi është e lëvura ankesa në afat për 30 ditësh nga dita e marrjes së të njëjtit. Gjykatës së Apelit të Kosovës në Prishtinë përmes kësaj gjykate. Ky është vendimi i gjykatës. Faleminderit. Të nderuar përfaqësues të medjave, siç e patë aktgjykimi, në fakt shpallja e aktgjykimit të gjykatës themelore në Prishtinë, departamentin special, është një aktgjykim i cili ka qenë edhe pritje e prokurorisë speciale, pas një pune të madhe dhe të stërngarkuar nga ana e prokurorisë speciale, Policisë së Kosovës, departamenteve përkatëse të hetimit, Agjencisë Kosovare të Inteligjencës dhe gjitha agjencive të tjera ligjzbatuese, po ashtu edhe partnerëve ndërkombëtar të cilët na kanë ndihmuar për ta zbardhur këtë rast në këtë gjykim. Prokuroria speciale natyrisht që nuk do të ndalet me kaq. Ju e dini që për prokurorinë speciale ky vendim është i mangë, përderisa nuk është edhe pjesa tjetër e përfshina këtë akuzë me krye të akuzuarin këtë rast Milan Radojčić, por që prokuroria speciale do të bëjë gjitha përpjekjet që të njëjtët të sillen para organeve të drejtësisë. Ne realisht, siç e dini, javën e kaluar veç kemi arrestuar njërin prej pjesëmarrësve i cili dyshohet të ketë qenë në mënyrë direkte ose indirekte i përfshim në këtë rast, por që edhe përpjekjet tona do të jenë maksimale që edhe pjesa tjetër që mendojnë që nuk janë tash për tash të kapshëm për organet e drejtësisë do të sillen shumë shpejt para organeve të drejtësisë. Një falënderim të posaçëm do doja të jap edhe juve në media për shkak se keni qenë vazhdimisht korrekt lidhur me raportimin për këtë rast, sepse ky ka qenë një ndër rastet më komplekse që ka ndodhur pas luftës, me rasti i tillë i cili ka pas për pasojë vdekjen e policit, këtë rast rështerit Afrim Bonjaku, lëndimin e policëve të tjerë, terrorizimin e banorëve në atë pjesë si dhe tendenca e këtij grupi për me nda territorin e Republikës së Kosovës. Kjo realisht do të thonë ky aktgjykim i jep një mesazh shumë qartë gjithë atyre pa dallim. Pa dallim ose pa mbështetje politike që në rast tentojnë të kryejnë vepra të tilla penale,
do të marrin një dënim të merituar. Çka do të bëni më konkretisht për një sjell ata 42? Ne vazhdimisht Çka do të më bëjnë shtetin ata? Ne do të kërkojmë përmes ndihmës juridike ndërkombëtare që të njëjtit të arrestohen sikurse që është në fuqi flet arresti ndërkombëtar nga ana e Interpolit. Çka nëse Serbia nuk bashkëpunon? Është çështje që Serbia sigurisht do të bashkëpunojë sepse drejtësia nuk ka të bëjë fare me këtë rast me politikën. Drejtësia nuk ka kompromis me këtë rast me drejtësinë. Prokurori më dëshmu që kriminali Milan Radojčić ka qenë në kontakt direkt me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić, sepse një listë me numrat kontakteve që është dalë media ka qenë në numri i presidentit serb dhe disa zyrtarëve të lartë të shtetit serb. Gjithë ata të cilët kanë urdhëruar, kanë financuar edhe kanë koordinuar këtë sulm, pra sulmi me datës 24 shtator 2023, do të përgjigjen para organeve të drejtësisë. Prokuror, sot i patëm dy vend me të arrestuarin e 17 prillit që dyshohet se lidhet me sulmin e bashkës. Po flasim për të arrestuarin 17 prillit. Ju veç e keni marrë informacionin përmes zyrës së informimit. Për matutje, ky rast me qenë se është ende në hetim, nuk kisha dash me ullë shumë matutje për këtë rast. Prokuror, sot i patëm dy burgimet përjashme edhe një me 30 vjet. A do ta shfrytëzoj Prokuroria Speciale drejtën për ankesë në apel për rastin e Dušan Maksimovicit? Sigurisht, po me qenë se ende nuk e kemi marrë aktgjykimin, ju e dini që është një procedurë derisa të shkruhet ky aktgjykim, do ta vlerësojmë padesht me paragjyku, domethënë situatën, unë besoj që do ta vlerësojmë me kujdes dhe do të paraqisim ankesën. Faleminderit. Derisa para drejtësisë nuk dalin kokat apo organizatorët e këtij sulmi terrorist, kjo është gjysmë drejtësi. Natyrisht, unë jam i kënaqur me vendimin e gjykatës, po jam edhe më i kënaqur që të akuzuarve ja u kemi mundësu si sistem gjitha drejtat procedurale dhe në fund tash e kanë marrë dënimin çfarë familja Afrim Bunjakut edhe ka parashiku dhe vazhdojmë tutje, po po e përsëris duhet para drejtësisë të vihen edhe organizatorët e këtij sulmi terrorist. Sa ta besoni se mund të ketë drejtësi dhe të sillen para drejtësisë 42 të akuzuarit e tjerë, me qenë se dim që gjykata tashmë e ka refuzuar që mund të gjykohen të njëjtit në mungesë. A do të keni veprime ju si avokat të tjera për të mundësuar një gjykim ndonse të njëjtit janë të paraqeshëm për drejtësinë? Është vërtet se janë të paraqeshëm për drejtësinë, por këta të dyshuar do të jenë barë për Republikën e Serbisë, ata kur nuk do të hynë në Bashkimin Evropian pa i gjyku ose pa ja dorëzu këta persona drejtësisë së Kosovës, kështu që vazhdojmë tutje, është shumë keq që ata nuk janë gjyku, por edhe kjo është prapë më mirë se asnjë lloj gjykimi. Duhem me përsërit, familjes Afrim Bunjakut asnjë vendim nuk ja kthen afrimin. Po si do qoftë kjo është një satisfakcion edhe për familjen, por edhe për gjithë neve, mbrojtësit, po edhe për popullin e Kosovës. A pajtoheni me dënimin prej 30 vjet për të akuzuarin Maksimović apo do të apeloni atë? Unë do ta shiqoj një herë arsyetimin e gjykatës dhe pasi ta lexoj arsyetimin e gjykatës do të vendosi a do ta apeloj ajo. Në përgjithësi jam i kënaqur me vendimin për dytë partë, për tretën jam tash në fazën kur do ta analizoj këtë vendim gjykatës. Faleminderit.